Mori 20.000 vota mendimën e bandave, Sara Mila non gratas do t'i përgjigjem në shtator SYMS. Deputet tjera e qarkut Elbasanit, Sara Mila ish përgjigjur akuzave të kryedemokratit Sali Berisha se votat në 11 maj i mori mendimën e bandave. Sara Mila tha se përgjigjen do t'ja jap Berishës në shtator kur të hyjë në parlament dhe të përballet SYMS me të. Ajo shpreh mirënjohëse për 20.225 votat e grumbulluara në zgjedhjet parlamentare, ndërsa tha se antireklama që i bëri Partisë Demokratike është e akuzuar vazhdimisht ndikoi edhe më shumë në rritjen e mbështetjes së saj. Mezi po pres shtatorin sepse është shumë e vështirë kjo hedhja e fjalëve nga larg që opozita bën për mua nga parlamenti, kur unë nuk jam ende pjesë e parlamentit, kështu që unë mezi pres shtatorin se do t'jemi sy më sy dhe ball për ball për gjitha ato që thot dhe për gjitha përgjigjet që pret elektorati im. Nuk ka qenë lehtë për mua teksa hidhej baltë mbi ato që unë dhe familja ime përfaqëson. Numërimi më solli një lloj çlirimi, ndjeva një mirënjohje të thellë për ato që unë arrita. Dua të them që një pjesë e mirë e demokratëve të Elbasanit i besuan kandidaturës time duke më parë si një figurë të re. Non gratas do t'i përgjigjem në shtator. Ata e kanë ndarë mendjen të merren me mua gjatë. Aty unë do t'jem. Unë aty do t'jem. Do të jetë më e këndshme kur replikat jetë sy më sy, u shpreh Mila.